Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar 2 raste të para të prekura me koronavirus. Vendimi i qeverisë për pezullimin e fluturimeve është shënuar viktima e parë nga koronavirusi në Shqipëri. Ekonomia shqiptare do të vuajë për një periudhë afatgjatë. Pasurat e krizës së E mbani mend epokën e lashku një virus botror bëri rikordin në xhepat e qytetarëve? 1024 dead Chinese people, 1 corona. COVID-19 tashmë duket si një porrall nga e kaluara, por pasojat ende i vuajnë teksa arsyet ende i diskutojnë. Të gjithë njerëzit duhet qarkullonin me maska. Në mars të vitit 2020, Shqipëria hyri në një karantinë të hekur. Jo se kishim frikë, jo. Frikë as pak. Mundësi për të zhvatur ca lek, po, dhe transparencë zero. Kam gjë shumë zero që thonë, të dhënat po trukohen. Bazuar në kontratën e qeverisë shqiptare me kompaninë Pfizer, 10.750 dozat e para do të mbërrinin në Shqipëri brenda janarit 2021, ndërsa 30.250 dozat të tjera do të mbërrinin në shkurt. Sipas asaj që është transmetuar publikisht nga kryeministri Rama dhe ministrja së kohë e shëndetësisë, në janar mbërritën vetëm 1.000 vaksina si dhuratë nga një vend që na të mirën, ndërsa në shkurt mbërritën 8.190 të tjera. Dres po s'ka? E po çmik na qenë ka ky atëre. Midis mungesës së transparencës dhe indiferencës absolute ndaj grupeve të marginalizuara si komuniteti rom, të cilët u lanë në mëshirë të fatit dhe vrasjes së menjëhershme të jetës së natës, e cila ende nuk është ringjallur, vaksina erdhi si një shpëtim, i cili shpëtoi më së shumti llogaritë bankare të mjekëve. You idiot. Para në dorë për një dozë Pfizer për Meraklin. Këto janë pjesë e një pandemie të madhe botërore për të skllavëruar. Para në dorë për të blerë certifikatën e vaksinimit për skeptikët. Kush mos ta bëjnë vaksinën sepse ajo është vdekje prurës. Apo para në dorë për të mbajtur lokalin hapur pas orës 11 të natës për qeftind. Një gjë është e sigurt që shqeti shqiptar është i aftë të kthejë çdo problem në një mundësi për të vjedhur lek nga paniku i turmave.